Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish në emisionin Gjurmët dhe ora shënon 15:00. Në fakt, ne do të ritakohemi çdo ditë pune në këtë orar për të folur për ngjarje të ndryshme të cilat bëjnë pjesë në buletinin e ngjarjeve të cilat ndodhin në vendin tonë dhe në fakt keqësisht këto ditët që po lëm pas kanë qenë ditë në të cilat ngjarjet kanë qenë ngjarje negative, pasojat kanë qenë negative të këtyre ngjarjeve dhe në fakt në të njëjtën kohë disa prej tyre kanë ardhur dhe me rezultate dhe me pasoja tragjedike dhe me humbje jete. Në fakt, duke filluar nga zjarri në fabrikën e Trubarevës, për cilën edhe ne folëm pak ditë më parë, ku u dogjën pjesë plastike, pjesë të kompjuterike, baterie, kështu me radhë, shkupi u përfshi në një tym të zi, por jo vetëm, duke vazhduar më pas në djegjen e automjeteve në një servis për automjete, ku vlera është e madhe e humbjes materiale dhe në fakt një ngjarje tjetër e cila gjithashtu ka qenë temë diskutimi është vrasja e dyfisht e cila ndodhi në Veles. Fatkeqësisht nuk është vrasja e pare këtij lloji të tij dhe nuk do të jetë ndoshta edhe e fundit për sa kohë që nuk secili aktor i cili ka pasur përgjegjësi në këtë drejtim nuk fillon dhe të ndërmerr të gjitha veprimet të cilat duhet të ndërmiren. Në fakt ditën e sotme, minutat në vijim, në emisionin Gjurmët do t'ja dedikojmë vrasjes e cila ndodhi në Veles me motive të dhunës në familje, ku në fakt vrasësi vret ish partneren e tij, babain e saj dhe e përfundon tërë këtë rrjedhë apo le të themi kështu këtë seri të veprave penale me vetvrasje dhe në fakt tashmë jemi në një situatë ku përgjegjësi nga kryerësi nuk mund të kërkojmë përgjegjësi penale, morale dhe kështu me radhë, sepse nuk është këtu mes nesh për të dhënë këtë përgjegjësi, mirë po, a ka vende ku ne mund ta drejtojmë gishtin për shkak të mungesës ose mos zbatimit të veprimeve të cilat janë nën kompetencën e tyre. Flasim për institucionet shtetërore dhe jo vetëm. Në fakt, ky rast fatkeqësisht edhe nga raste tjera sjellin në sipërfaqe probleme me të cilat dhe pengesa peripeci me të cilat përballen viktimat e dhunës në familje në baza të përditshme. Kjo, sepse ligji i cili është për parandalim dhe mbrojtje të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, kodi penal, Konventa e Stambollit të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut tashmë ka vite që e ka ratifikuar dhe e ka inkuadruar me qëllim edhe të harmonizimit edhe të sistemit legjislativ të Maqedonisë, si duket nuk po gjejnë zbatim të plot në terren tek institucionet, ato të cilat duhet të jenë në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje. Dhe në fakt, ne do të ndalemi tek ky rast, do flasim në shumë dimensione, do flasim për përgjegjësinë e institucioneve, do flasim për veprën penale të dhunës në familje dhe në dimensionin, le të themi kështu pak më tepër ligjor, për të parë se çfarë ka ndodhur brenda për brenda. Mirë po, ato informacione të cilat ne tashmë i kemi është që kryerësi i vrasjes vetëm më ka pasur një vendim të plotfuqishëm nga gjykata themelore në Veles, e cila atë e ka dënuar për kërcënim të sigurisë, por edhe apo rrezikim të sigurisë dhe për dhunë ndaj ish-partneres. Mirë po, për habin time personale, por besoj edhe të opinionit publik, personi është dënuar me dënim me kusht, edhe pse nëse do t'i referohemi kodit penal, të cilën unë tani do ta bëj në sekondat në vijim, nëse i shohim veprat penale të dhunës në familje, do shohim që në fakt dënim me kusht nuk është në kuadër të sanksioneve që kodi penal i parashen në këto raste, sepse kur kemi të bëjmë me rrezikim të sigurisë e cila kryhet në kuadër të dhunës në familje dhe ky rast konkret ka të bëjmë me rrezikim të sigurisë apo cenim të sigurisë në kuadër të dhunës në familje, dënimi është nga 3 muaj deri në 3 vjet. Kur kemi të bëjmë me përlëndim të lehtë trupor, për cilën ka raportuar fatkeqësisht tashmë viktima, kemi të bëjmë me dënim nga 6 muaj deri në 5 vjet. Kur kemi rastin e lëndimit të rënd trupor për të bërë një dallim për gjithë shikuesit, dallimi midis këtyre dyjave është tek masa e dhunës apo e lëndimit që viktima ka përjetuar. Në rastin e lëndimit të rënd trupor është rasti kur kemi fraktura, thyerje dhe kështu me radhë. Dënimi për dhunë në familje ku si rezultat viktima ka lëndim të rënd trupor është nga 1 vjet deri në 5 vjet burg.
Pra, si që shohim, dënim me kusht nuk është një prej dënimeve në spektrin në cilave parashihet, por vetëm dënimi me burg, edhe atë shkon në mjaft vite të larta të vuajtjes së dënimit me burg. Dhe si pasojë tërë kësaj, në fakt ne shohim edhe shkeljen e masave të kujdesit, apo siç njihen sipas ligjit masave të përkohshme, të cilat viktimat gjithashtu i ka raportuar në prokurorinë themelore dhe si rezultat i tërë këtyre mosveprimeve, tërë këtyre denoncimeve, sepse nëse shohim listën e denoncimeve, ato shkojnë që nga 26 janari i 2025-ës, duke vazhduar në 21 shkurt të 2025-ës, më pas më 4 të muaj të gushtit është bërë edhe privimi lirisë të së vrarësit, mirë po nuk ka rezultuar në heqje lirie, ka sjell deri tek momenti që ne më nuk kemi në jetë viktimën, RK, e cila ka humbur jetën 31 vjeqe, babai saj, por as edhe vrasësin. Gjithsesi, ne në fakt do e flasim këtë temë gjëre gjatë me mysafirët të cilët do t'i kemi në studio, do kemi juriste dhe projekt koordinatoren nga Rjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, i cili vepron këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe më pas për mysafirët të dy do kemi edhe Vedira Kocerin, e cila është profesore universitare dhe që fokusin e studimit të saj, të kulumtimit të saj e ka edhe në dhunën në familje. Para se të jenë të gjithë këta mysafirë të ftuar tanë në studio, do shkojmë me një shkëputje të shkurtër publicitare dhe më pas do rikthehemi sërish në studio. Por i kthehemi sërish në studio pas shkëputjes publicitare dhe në fakt do vazhdojmë të flasim për vrasjen e dy fishte e cila ndodhi në Veles, ku si përfundim kemi një viktim të dhunës në familje, e cila tashmë është e vrarë, babain e saj dhe vetë kryerësi ka kryer vetvrasje. Ajo që sot ka ndodhur, apo pasi që është ngjarje shumë e freskët dhe zhvillimet vazhdojnë të ndodhin, është që Venko Filipçe ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të punëve të brendshme, si dhe shkarkimin e tërë personelit apo personave zyrtar të cilët janë të angazhuar në stacionin policor në Veles. Do të shohim më tutje se cilat do të bëhet kontrollin brendshëm dhe cilat veprime do të ndërmiren në këtë drejtim për të parë se përse nuk është vepruar në tërë ato raportime të cilat janë ndërmarrë. Me mua këtu në studio është Ana Avramovska, e cila vjen nga Rjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ajo vetë është juriste, kurse në kuadër të Rjetit është edhe projekt koordinatore. Dobar ден, добро ни дојдане. Добар ден, ви благодарам за поканата. За жал, овој случај, кој што се уште нели пред неколку дена се случи, не е единствен и многу често ни се случува. Ни се случува жртвите да имаат веќе зборувано со полиција, да имаат одено во полиција или пак во овој случај и во обвинителство, и пак ништо не е направено и крајот, резултатот го имаме сега сите. Знаете како, и овој случај, како и претходните што ги имавме, еве Емилија од Штип, која што беше исто така убиена од својот поранешен партнер, Танкица од Вокочани, која исто така беше на улица избодена од страна на поранешниот партнер и колега, се случаи каде што да, во секој случај жртвите пристапиле до некој од институциите. Кога зборуваме за институциите, секогаш мислиме во прва линија тие што и се надлежни да постапат, центрите за социјална работа и нормално надлежната полициска станица. Она што се презема и она што ние го нотираме, бидејќи работиме директно на помош и подачка на жени жртви на насилство, е дека едноставно и во центрите, и во полицијата може би не е најсоодветен начинот на проценка на ризик. Не би ги компарирала сите случаи кој како постапил или не постапил во овој случај, но би го зел она во предвид дека сите жртви биле долгогодишно предходно жртви на некоја форма на родово засновано насилство. Дали тоа било физичко, дали било психолошко, дали било економско, па макар и сексуално насилство, сите имаат подолг период предходен
на некаква форма на насилство. Многу истражувања и кај нас, и пошироко. И тоа го говоревме многу често кога и демнењето баравме да се воведе во кривичниот законник. Многу често жртвите, пред да бидат убиени, пред да биде извршен овој фемицид, многу често се следени, се малтретирани, психолошко насилство е вршено врз нив, заплашувани, застрашувани за нивниот живот, како и за животот на нивните најблиски. Случајот со Росица не е различен. Таа веќе неколку месеци претходно, може би и подолг период, јас ги имам сите факти моментално што ги имам сите информации што ги располагам само од медиумите и не можам директно да говорам што и како, но дека и била загрозена сигурноста, да, дека и било наштетено по имото, да, дека имало привремени мерки за заштита, кои што воедно сторителот ги прекршувал, кој исто така сноси кривична одговорност за прекршување на судска одлука. И сите тие постапки и цело време пријави, може би не е направена целосно и најсоодветно направена проценката на ризик, да се види колку незиниот живот бил стварно загрозен, а за жал и на незиниот татко со кој што заедно живееле. Втора работа, ние веќе и подолго време мониторираме судски предмети поврзани со родово засновано насилство, не би рекла дека судиите не казнуваат или не изрекуваат соодветна кривична санкција, него многу е блага. Посебно во случаите каде што се третира семеното насилство, условната осуда е некако многу често застапена. И во овој случај, доколку е така како што пишуваат во медиумите, за кривичното дело за загрозување на сигурност, за кое што веќе имало пресуда, кое што не било правосилна, му е определена алтернативна мерка условна осуда. Тоа значи дека ние цело време овие насилници, во овој случај веќе и убиец, ги имаме на слобода, шетаат слободно по улица и можат во секој момент да го загрозат незиниот живот или животот на незините најблиски, како што овој случај со Росица и незиниот татко. Следно ќе зборуваме за неколку работи кои што Ана ги спомна, но одговорноста на институциите, особено полицијата, каде што и обвинителството, каде што жртвата отишла и рекла дека овие мерки кои што се изречени, веќе сторителот ги крши и не превземување ништо, значи он бил во слобода. За тоа каква порака доаѓа до сите други жртви? Да, ова често го говориме, бидејќи има еден златен стандард, а тоа е секој да си работи со должно внимание. Мака малку понародно да го кажам, тоа значи дека секој треба многу совесно и професионално, независно дали само кога станува случај на семено насилство или насилство врз жена, него секој треба професионално да си ја изврши работата. Тоа значи да ги превземе сите можни во моментот алатки, мерки што ги има на располагање, механизми за да може да ја даде правилната заштита. И затоа ви кажав, можеби не е направена во првиот момент правилната проценка на ризик. Вие знаете и полицијата, како и во центрите за социјална работа, имаат прашалници по кои што се води и се прави права проценка на ризик. Исто така има и други механизми како можеме да заштитиме жртвата. Дали се итни мерки од странување на сторител од домот, дали се овие привремени мерки кои што се изречени, штом ги прекршува, значи може лесно да ги прекрши штом е на слобода. Дали треба некои други законски измени, каде што ќе можеме многу полесно и побрзо да биде притворен и да му биде ограничена слободата на движење. Значи, сето ова го имаме како можност на располагање, но треба правилно само да се имплементира, односно да се примени. И се разбира, пораката се знае што е. И не само полицијата и обвинителството, него и овие казни кои што се определуваат како условна осуда, како да им дава ветер во грб на насилниците, дека и да го направи или да го повтори делото, може би неказнивоста или слабата висина на санкција, односно условната осуда, и дека може да му даде ветер во грб, дека може да го повтори делото, а во овој случај, за жал, заврши како што заврши, со убиство на жена и на нејзин близок член од семејството. Кога гледаме на прв поглед, каква е ситуацијата помеѓу сигурноста на девојките и жените
и работата на институциите, пошто нели надлежност на институциите е да работат на давање на сигурност и во овие случаи, особено во семејно насилство. Дали сега луѓето ќе имат помалку храброст, можеби да пријават семејно насилство, пошто знаеме често пати пријавата е чекор до убиство на жртвата. Видете, пријавувањето е секој пат, начин како да го направиш првиот чекор за да излезеш од насилната средина. Многу е важно што ние како држава имаме да ја пружиме на таа жртва, за да ја дадеме првично правилната заштита, а потоа нормално да превенираме да не се случува идно насилство. Статистиката сама говори, Ера, колку имаме ние стапка на колку имаме пријави на семено, моментално кај нас се води само статистика за семеното насилство, но имаме и некои други посеопфатни истражувања и анализи, и тука морам да ја спомнам на опсе големото истражување кое што е направено за благосостојбата на жените во Македонија, каде што е дојден до 1%, бидејќи е врз основа на интервјуа, прашалници и сето тоа, дојде на 1% дека скоро секоја петта кај нас има преживеано некаква форма на насилство. Дали физички во просторот, дали преку интернетот. Со тоа што нашиот просек на пријавени случаи на семено насилство и општо на насилство врз жените е многу низок. Само 2% се пријавуваат до институциите кои што ги спомнавме, полиција и центрите за социјална работа. И не е само недовербата кон институциите кои што жртвите може да ги спречи или да ги одврати да почнат да го пријавуваат насилството. Мора да имаме предвид во која и какво општество живееме, какви вредности имаме. Ние станавме општество каде што се негува култура на насилство. Имаме малку попатриархални вредности, потрадиционални, стигмата на жртвите, осудата и неподдршката прво од семејството, а потоа од околината, и како се едни од начините да не биде, мотивите да не се пријави некоја форма на насилство кој што им се случува. Затоа кога работиме на ова проблематика, не можеме да зборуваме само за заштита, ако не зборуваме паралелно и за превенција. Законите ќе си ги смениме. И ние во глобала имаме добри закони. Се разбира, постојат простор каде може да се подобрат, да се донесат нови, посоувршени, посоугласени со европските, но од друга страна, додека не почнеме, оној принцип на должно внимание, додека не почнеме да кажуваме со име и со презиме кој работел на случајот на Росица, например, кој работел на случајот и кој ја направил проценката, зошто е направен услов на осуда, како се оценети олеснителни, отежителни околности за таа пресуда да биде добиена. Додека не почнеме сите да бидеме одговорни за својата работа, ќе имаме систем во кој што жртвите ќе немаат доверба во институциите, ќе се кажува дека не се казнува, насилниците ќе се продолжуваат со своите активности и остануваме на тоа главното дека жртвата ни останува незаштитена. Дали имаме ние некој систем каде што, пошто зборуваме за пријава на семејно насилство, каде што имаме распоред на бројки на тоа колку жртви пријавуваат семејно насилство, а колку од нив ќе се обработат или пак се процесираат како предмети? Ние конкретно како организација немаме, а мислам дека полицијата сигурно има, бидејќи имаме доста и прекршоци при семејно насилство. Има доста од случаите кои што кога жртвата се повлекува, посебно беше актуелно и претходниот период за телесна повреда, кривичното дело, кој што мора да се поднесе предлог од страна на жртвата, за да може да се процесира и понатека и обвинителство и сите да си преземат мерки за процесирање на предметите. Многу често ни се повлекуваат жртвите. И да треба тие дејствија да се водат како поплака, кој што полицијата тоа ќе го запише или ќе го извести само Центарот за социјална работа. Така да, тоа не е нешто што не се случува или само во Македонија се случува. Значи, стварно една жртва прво треба психолошка да ја зајакнеме, да ја пружиме адекватна психолошка помош и поддршка, бидејќи и светската и нашата статистика вика дека може до 6 пати да пријавува, па да ни се повлекува.
Zato što ja nema, може би, поддршката од неблиските, нема каде да оди, нема свој стан или некој друг недвижност на своје име, може би нема работа, бидејќи знаеме дека доста од жртвите со психолошкото се жртви на економско насилство. Така да, повлекувањето не е нешто што не се случува, него треба да работиме на тоа, веќе кога пријавува, да ги дадеме сите можни механизми и мерки кои што ни за на располагање, за да може да излезе од таа насилна средина. Во конкретниот случај се работи за прекршување на привремени мерки кои што се можеби најважниот дел од целата кривична постапка да ја осигураме жртвата за прв поглед на тие првиот период. Косово има почнато да става електронски алки на вршителите на семејно насилство кои што им се изречени привремени мерки. Дали тоа би било некоја добра пракса да се почне и во Северна Македонија, барем мерките кои што се за приближување и така натаму, полицијата веќе да има информација дека се прекршени? Да, имаме говорено на оваа тема. Сега, јас бидејќи не го знам детално случајот што се случи за какви мерки станува збор, дали се привремени мерки согласно нашиот граѓански законник или се мерки на предпазливо согласно кривичната постапка која што се изрекуваат, така да не знам, не би навлегла, но ова како механизам да не се прекршуваат е сигурно една од начините како би можеле да ја дадеме дополнителна заштита на жртвата. Така да во секој случај да, алките се претпоставувам во Косово веќе може да се земе како добра пракса. Искрено не знаев дека веќе во Косово го има тоа. Знам дека го има во други земји и дека функционира, дали е поврзано со GPS или како оди тоа не сум сигурна, али е еден вид на заштита. Но важно е, едно што е најважно, да се покаже тоа и самата Инстанбулска конвенција го кажува казнивост на сторителите. Да се покаже дека ова општество не прави само кампањи за 8 март или за 16 ден активизам, дека прави кампањи каде што стварно е подигната јавната свест за колку се сериозни овие прашања. И да се тргне веќе од тоа дека тоа е нејзин приватен проблем, бидејќи еве видете како делува и како може да влијае врз целокупното општество. Ние сме при крај на нашиот разговор. Дали има нешто за кое што не сме зборувале, е многу важно за денес да се зборува кога зборуваме за убиство и семејно насилство? Апсолутно, ги видовте и нашите реакции. Она што е важно, значи, најчесто, мислам, ние веќе го спомнавме тоа, но стварно треба сите да работиме, бидејќи фемицидот не е изолиран случај. Не е само тоа што се случи во неделата. Тоа е случај кој што му претходат низа други на насилства, низ кој што живеела девојката, нејзиниот татко, претпоставувам, и за да дојде до ова, бидејќи системот не дал адекватна заштита, не ја направил адекватната проценка. Образование, едукација и тренинзи за сите професионалци. Ана, благодарам многу за времето. Благодарам за поканата. Ne, në fakt, mbyllim këtë pjesë me Ana Avramovska, e cila na vjen nga rrjeti nacionali për mbrojtje kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi këtu në studio me Vedir Ratkocerin, e cila është profesore universitare. Por i kthehemi sërish në studio dhe tashmë në studio bashkë me mua është edhe profesoresha Vedir Ratkoceri. Mirë se erdhët, profesoresh. Mirë se Gjetera, faleminderit shumë për ftesën. Fatkeqësisht po takohemi së bashku për një temë mjaft të dhimbshme, për një tragjedi e cila prap fatkeqësisht nuk ndodh rrallë. Shumë shpesh dëgjojmë ku viktimat të dhunës në familje kanë shkuar deri në vdekje si pasojë e veprimeve të ndërmarra nga partneri, ish-partneri. Thuhet ish-partneri, për shumë njerëz kjo mund duket se përse trajtojmë si dhunë në familje kur është ish partner, në familjen e konsiderojmë burri, gruaja, fëmijët, pse e lidhim me dhunën në familje? Fillimisht vërtet ndjej keqardhje për rastin e fundit që ndodhin dhe tronditi Maqedoninë e Veriut, vrasja dhe humbja një jetës së re, gjithashtu edhe një babaj të pafajshëm që mbronte vajzën e tij nga një person, do thot nga një dhunues me precedent penal, me denoncime të njëpasnjëshme,
me ndërmarrje ose mos ndërmarrje të veprimeve të duhura dhe me një rezultat tragjik si që ishte ai dje, vërtet është një këmban alarmi që duhet të ngrej në këmbë, do thotë të gjithë ata të cilët duan një shoqëri pa dhunë, duan një siguri më të madhe për gratë, për vajzat dhe një mbrojtje më të madhe për të gjithë anëtarët e familjes. Ju përgëzoj edhe juve si Alsat, veçanërisht juve që gjithmonë ndani minutazhin e vlefshëm televiziv për raste të këtilla dhe për tema të këtilla, të cilat vërtet edhe pse duket se trajtohen shumë shpesh, megjithatë janë më se të domosdoshme për të përcjellë informata të dobishme, do thotë të gjithë ata të cilët janë ose potencialisht mund të jenë viktima të dhunës në familje ose të përballen me raste të dhunës në familje. Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave i Republikës së Maqedonisë së Veriut është shumë decid në përcaktimin e nocioneve dhe asaj se kush mund të jetë kryerës i dhunës në familje. Ngjashëm edhe Kodi Penal përvetson definimin e njëjtë dhe këtu si kryerës të dhunës në familje paraqiten do thotë personat të cilët kanë raport të caktuar me viktimën dhe këtu përfshihen bashkëshortët, pra bashkëshorti, bashkëshortja, partnerët të cilët kanë fëmijë të përbashkët, ish partnerët të cilët kanë qenë në një raport dhe nuk janë më, pavarësisht se ka qenë raport martesor apo jashtë martesor, prindërit, fëmijët, vëllai, motra. Është e rëndësishme të potencohet kjo për shkak se dhuna në përgjithësi është vepër penale në kodin penal, megjithatë dhe dënohet. Megjithatë, kur ushtrohet dhunë në kuadër të këtyre ose brenda familjes dhe anëtarëve të potencuar të familjes, dënimi është më i rëndë. Pra është rrethan rënduese dhe dënimi është vepër penale specifike dhe është dënimi më i rëndë. Ish partnerët patjetër që janë të përfshirë ose ish bashkëshortët për shkak se është dëshmuar në praktikë që veçanërisht acarimi i raporteve midis çifteve fillon dhe bëhet do të thotë shumë më tensionues, duke përfunduar shpesh herë edhe tragjikisht pikërisht pas ndarjes. Dhe kjo mund të jetë për shumë arsye, shumë faktor. Një ndër faktorët që ndoshta do ta kisha potencuar me këtë rast është ajo që ne shpesh e themi për rastet e dhunës në familje, ndjesia e të pasurit në pronë të viktimës dhe me rastin e ndarjes, me rastin e shkurorzimit humb kjo pronësi. Pra, viktima merr një pavarësi dhe kryerësi e ndjen se viktima më nuk është e tij, pra prona e tij, dhe në këtë rast acarohen raportet dhe mund të eskalojë situata, të vijë do të thotë edhe deri në fatalitet. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ligji jon ka përfshirë do të thotë edhe ish partnerët si kryerës dhe i njeh si kryerës të dhunës në familje. Kur flasim për këtë rast, po përmendim dhunën në familje, mirë po përmendim edhe një term tjetër i cili është femicidi. Shumë i përdorur në botën e ligjore, le të themi kështu, mirë po ndoshta edhe pak i njohur nga opinioni publik në përgjithësi. Çfarë është femicidi dhe pse është shumë e rëndësishme që të kemi numër sa më të ulët të femicidit dhe ta dënojmë të njëjtin? Femicidi është një term, do të thotë femi grua considere vrasje, vrasja e grave, gjerësisht në botë njihet si termi veçantë për të vënë atë theksin, atë rëndësinë, do të thotë e kësaj forme të krimit që ushtrohet ndaj grave, do të thotë anë mban botës. Është term i cili përdoret edhe në literaturën juridike, por është edhe term që përdoret, do të thotë, për të definuar në mënyrë të veçantë në kodet penale, do të thotë, vrasjen e grave nga burrat, bashkëshortët, ish bashkëshortët, partnerët, ish partnerët e kështu me radhë. Në legjislacionin tonë, me ndryshimet e fundit që i kemi në kodin penal në raport me veprat penale që lidhen me dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore dhe vrasja e grave, do të thotë në mënyrë të veçantë, në mënyrë specifike, te neni 1-2-3 është shtuar një paragraf që dënon në mënyrë të veçantë vrasjen e grave dhe vajzave, do të thotë mbi moshën 18 vjeçare, vetëm pse janë gra, do të thotë ai definimi klasik i femicidit për të vënë rëndësinë, do të thotë te kjo vepër penale. Numri është shumë i madh fatkeqësisht, nuk ndalem vetëm në Maqedoninë e Veriut, ndalem në shoqërinë shqiptare, në trojet shqipfolse, ku kemi parë lista të gjata të grave që janë vrarë në rrethana të tilla, do të thotë në ambiente familjare, nga personat më të dashur, nga personat me cilët kanë ndarë jetën, kanë fëmijë të përbashkët, me cilët kanë ndërtuar jetën dhe në një moment, do të thotë, për shkaqe dhe arsye të ndryshme kanë përfunduar të vrara.
Një diçka e cila është mjaft interesante në aspektin negativ të ngjarjes është shkelja e masave të përkohshme apo masave të kujdesit. Dhe në fakt e njëjta ishte raportuar nga vetë viktima në prokurorinë publike, mirë po për gjithë shikuesit tanë, për të kuptuar se çfarë janë këto masat e përkohshme, sepse është një term sërish juridik, për çfarë masa bëhet fjalë, çfarë veprime nuk duhet ose duhet të ndërmerr kryerësi kur i shqiptohen këto masa. Masat e përkohshme janë masat të cilat ndërmerren në mënyrë të menjëhershme ose duhet të ndërmerren në mënyrë të menjëhershme që të shmangin rrezikun e mëtejmë që ka rrezikun potencial që ka viktima. Ne dimë që procedurat gjyqësore dhe procedurat institucionale mund të zgjasin derisa të vihet një epilog gjyqësor për rastin konkret. Prandaj shpeshherë ky vakanti kohor ose kjo zbrastir ka pas ose është shfrytzuar do të thotë për përsëritje të veprës penale, përsëritje të dhunës, të kërcënimit, shantazhit, çfarë do qoftë ajo, madje edhe vrasjeve. Prandaj sot ligji njeh një gamë të masave të përkohshme, të cilat duhet të ndërmerren përkohësisht për të ofruar një siguri, për të shmangur një rrezik, do të thotë për viktimën, derisa të vihet do të thotë ose të përfundojë procedura gjyqësore. Këto janë masat të cilat i shqipton policia në radhë të parë, po prokuroria, gjykata e kështu me radhë, varësisht do të thotë gjithmonë nga situata. Janë masat përkohshme të cilat si të tilla disa prej tyre mund të përmendim, për shembull është përmendur shumë kjo masa e mbrojtjes, do të thotë obligimi që kryerësi të mos afrohet te viktima në një distancë të caktuar hapësinore, të mos e kontaktoj viktimën, të mos e kërcënoj, të mos e kontaktoj në asnjë formë, as përmes telefonit, as përmes rrjeteve sociale, të mos afrohet në vendbanimin e viktimës, në vendin e punës, pra sepse një ndër format e presionit shpeshherë është prezenca e kryerësit në distancë, prezenca e kryerësit do thotë si përcjellje e viktimës dhe me këtë asaj bëhet një presion psikologjik, do të thotë që viktima të mendoj veprimet e mëtutjeshme. Ajo çfarë kërkon kryerësi zakonisht është që të kthehen, se nuk do të përsëritet, se të mos vazhdohet me procedurat gjyqësore, penale, kështu me radhë. Prandaj edhe kjo shmangja e afrimit të kryerësit ndaj viktimës është masë e cila duhet të shqiptohet dhe të respektohet nga kryerësi. Zbatimi i saj është ajo që çalon, do të thotë sa monitorohen këto masa ose zbatimi këtyre masave dhe sa përmbushet këto obligime që dalin nga këto masa. Këto fatkeqësisht do të thotë varen nga institucionet, varen nga organet e rendit, të cilat kanë obligime të caktuara ligjore se si monitorojnë zbatimin e këtyre masave dhe çfarë duhet të ndërmarrin që masa do të thotë të jetë efikase. Pra bëhet fjalë për masë e cila ndalon afrimin në 100 metra, në afërsi caktuar, ndalon komunikimin, marrjen e armëve në të njëjtën kohë kështu me radhë, janë masa që kanë për qëllim ta sigurojnë viktimën. Mirë po, ju përmendët pak institucionet dhe kompetenca atyre për të mbikëqyrë realizimin e këtyre masave. Në rastin konkret, por edhe në raste tjera, vrem që janë bërë raportime të shumta, viktima është drejtuar shumë institucioneve dhe nuk ka marrë përgjigjen adekuate, ndoshta ku e shohim përgjegjësinë institucionale në këtë drejtim? Për rastin konkret është shumë jo profesionale, do të thotë nëse do të isha lëshuar në komente rreth përgjegjësisë, kjo ju mbetet organeve të rendit që supozojmë brenda një kohe të caktuar duhet zhvillojnë një hetim të mbrendshëm dhe të shohin se ku ka qaluar procesi, ku kanë qenë ngecjet në sistem që ka ardhur deri te kjo situatë, sepse vërtet është shqetësuese. Dje sot të gjitha mediat kanë raportuar, thash edhe në fillim, do thotë të gjitha ato veprime të cilat i kishte ndërmarr vazhdimisht, do thotë viktima e cila vazhdimisht kishte kërkuar ndihmë dhe mbrojtje, në disa raste do thotë edhe ishin shqiptuar masa të caktuara të përkohshme. Një ndër masat kryesore që nuk e përmendëm është edhe largimi i kryerësit nga shtëpia e përbashkët ose nga ambienti në të cilin jetojnë bashkëshortët, partnerët e kështu me radhë, pavarësisht pronësisë. Edhe pse ky nuk ishte rasti konkret, megjithatë ne mund vetëm të aludojmë në disa nga shkaqet që mund të kenë çuar deri te mos funksionimi i dur, do thotë i këtyre
i këtyre veprimeve. Një ndër çështje që ndoshta mund të jetë rasti në fjalë është mos koordinimi i institucioneve. Do thotë ndërmarrja e masave dhe veprimeve të caktuara. Unë e vërejta që viktima është nga Velesi, kryerësi është nga Shkupi, denoncimet janë bërë sa në policinë e Velesit, sa në institucione të cilat dhe mos ndarja në kohë ndoshta informatave, mos koordinimi i duhur i institucioneve në këtë drejtim mund të ketë çaluar dikun procesi, do thotë, dhe të mos ketë shkuar ose të mos jetë ndërmarrë veprimi i duhur në kohë të duhur. Arsye tjetër mund të jetë mangësia e vlerësimit të duhur të rrezikut. Vlerësimi i rrezikut është një ndër çështjet dhe elementet kyçe në rastet të këtilla. Pra në çdo rast konkret, policia duhet të bëjë vlerësimin e rrezikut. Sa i rrezikshëm, sa rrezik potencial ka viktima nga personi në fjalë. A ka precedent penal, a është më parë i denoncuar për dhunë në familje, ose a është kryerës i ndonjë vepre penale, a posedon armë, sa është i rrezikshëm, do të thotë, për rrethin, shoqërinë, po në këtë rast edhe për viktimën. Pra, duhet të ndërmerren shumë masa për të parë dhe për të zbarë dhe për të vlerësuar në mënyrë të duhur rrezikun. Pra, një ndër elementet që ndoshta mund të ketë çaluar është vlerësimi i mangët ose neglizhimi në vlerësimin e rrezikut, pra nuk është vlerësuar atë sa duhet i rrezikshëm personi në fjalë dhe të ketë ardhur, do të thotë, deri te epilogu që e kemi, do të thotë, në këtë rast edhe humbja e jetës së vajzës. Po, në fakt është me dije qoftë, le të themi kështu, sepse duke marrë gjitha informacionet të cilat i kemi, që ka të bëjë me shkuarje hap pas hapi në institucione të ndryshme, kërkim ndihmë në institucione të ndryshme dhe rezultatin e kemi të qartë me vrasje të dyfisht. Kur bëhet fjalë tek sanksionet, sepse diçka e cila gjithashtu është vërejtur është që gjykata themelore në Veles ka përcaktuar dënim me kusht për kryerësin që në atë kohë ishte dënuar dhe ishte shpallur fajtor për kërcënim sigurie dhe dhunë ndaj ish partnerës, që siç e thamë është dhunë në familje. Çfarë mesazh jep kjo që sanksioni mund të jetë edhe i lehtë pavarësisht veprës që e kryen? Kjo është pikë shumë e rëndësishme dhe për habi, do thotë, në këtë rast. Dënimet alternative, ju e përmendët dënimin me kusht, është dënim alternativ në sistemin e sanksioneve penale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe i njëjti shqiptohet në të gjitha rastet kur mendohet se dënimi do të arrijë rezultatin ose do të arrijë pritshmërinë e tij të rehabilitojë kryerësin pa pas nevojë të shqiptohet dënimi kryesor, që në këtë rast mund të jetë dënimi me burg. A ka pas kushte, a ka pas kushte për shqiptimin e dënimit alternativ? Nëse kemi parasysh gjithat histori, do të dhunës në familje dhe denoncimeve që ka pas kryerësi, a janë matur si duhet rrethanat rënduese dhe lehtësuese në këtë rast, sepse kur shqiptohet dënim alternativ, kjo do thotë se ka pas më shumë rrethana lehtësuese që kanë lehtësuar dënimin e kryerësit. Kjo është vërtet, do thotë, duhet të analizohet dhe të shihet, do thotë, se ku ka çaluar sistemi i drejtësisë në këtë rast, sepse absolutisht nuk flet për plotësim të duhur të kushteve ligjore për shqiptimin e dënimit alternativ. Tjetra mund të jetë mosnjohja e thelbit të dhunës në familje, mosnjohja e mënyrës se si veprojnë kryerësit e dhunës në familje, mosnjohja, do të thotë, e psikologjisë së kryerësve të dhunës në familje dhe të gjitha veprimeve të cilat ata mund t'i ndërmarrin. Pra, gjykatësi gjithmonë duhet të kemë parasysh se nuk është njëjtë kur kemi një kërcënim të sigurisë nga një person ndaj një personi tjetër, pa njohur, dhe kur kemi kërcënim të sigurisë ose kur kemi dhunë ose kërcënim, shantazh midis anëtarëve të familjes, në këtë rast veçanërisht midis partnerëve, ish partnerëve e kështu me radhë, sepse në aspektin psikologjik, pra duhet merren parasysh rrethanat e tjera të cilat gjithnjë flasin se këto janë raste, do thotë, të cilat janë më të rënda, janë raste të cilat janë më specifike dhe duhet të trajtohen, do thotë, pak më ndryshe, pak më rrept, në mënyrë që të evitohen rastet fatale, siç është rasti në fjalë. Po në fakt, ngjarja sapo ka ndodhur dhe janë bërë pak ditë, shpresojmë që në ditët në vijim të kemi epilog mbi gjitha këto që folëm, që është kontrolli i brendshëm në stacionin policor, por edhe më gjerë, dhe në fakt shohim se cilat janë ato faktorë që sollën deri te kjo pasojë tragjike. Profesoresh, ndonjë mesazh për fund, sepse jemi drejt fundit të bisedës së bashku?
Realisht, mesazhi do të ishte që dhuna në familje nuk është çështje private, nuk duhet të trajtohet as nga shoqëria dhe as nga institucionet, as nga policia, do thotë si pasojë e mentalitetit fatkeqësisht vazhdon të trajtohet si çështje private, pra ajo çfarë ndodh brenda mureve të shtëpisë, ti tangoj vetëm anëtarët e familjes dhe të tjerët të mos duan të përzihen ose të mos duan të ndërmarrin veprime të caktuara. Dhuna në familje është dhunë e cila duhet të trajtohet në seriozitetin e saj më të lartë. Viktimat duhet të marrin mbrojtjen e domosdoshme dhe të nevojshme, duhet t'u garantohet, pra është një ndër të drejtat e tyre kryesore që t'ju garantohet siguria dhe do të ndërmerren të gjitha masat të cilat ju ofrojnë atyre një mbështetje dhe siguri. Dhe të flasim hapur, në të kaluarën gjithmonë kemi thënë denoncojeni dhunën, sot më nuk themi. E dim që vetdia është e ngritur te viktimat e denoncojnë dhunën në familje, mbetet te pjesa tjetër, do thotë e zbatimit të masave, e zbatimit të normave ligjore dhe të gjitha atyre protokolleve që i kemi në fuqi për të trajtuar si duhet rastet e dhunës në familje. Faleminderit shumë, profesore Shqerdët. Faleminderit juve. Në fakt, këtu mbyllim këtë pjesë me intervistën, mirë po unë do lus regjin për një tabel të cilën e kemi, e cila shfaq numrin e raportuar të dhunës në familje nga janari deri në qershor të këtij viti, siç mund të shohim në fakt, numri i gjithsej veprave të raportuara për nga janar deri në qershor për 6 muaj është 512 dhe nëse shohim se kush është raportuar si kryerës i këtyre veprave, 474 të raportuar janë burra apo meshkuj dhe 55 gra të raportuara si kryerëse të dhunës në familje. Nëse ndalemi tek vrasja, fatkeqësisht ka pasur 3 vrasje të raportuara për 6 muaj dhe të raportuar janë burra si kryerës të kësaj vrasje. 2 tentativa për vrasje, një burr dhe një grua janë raportuar si persona që kanë tentuar të kryejnë vrasje dhe më pas nëse shohim te lëndimi i lek trupor kemi 336 vepra penale të raportuara, nga të cilat 310 janë raportuar meshkuj. Dhe patjetër janë edhe pjesa tjetër e veprave penale, siç është cenimi i sigurisë, i cili gjithashtu qëndron me numër të lartë të veprave të raportuara, që është 158, nga të cilat 147 janë burra të raportuar. Dhe në fakt, kjo është vetëm pasqyra për 6 muaj, mbetet të shohim gjatë pjesës tjetër të mbetur të vitit se sa vepra tjera do të raportohen dhe si do të qëndron bilanci në fund për këtë vit. Mirë po që rasti i fundit do t'i shtohet me siguri, sepse nuk është në këtë tabel. Ne këtu jemi drejt fundit të emisionit për ditën e sotme, ajo që na mbetet për të thënë është që është paralajmëruar protest, e cila është bërë thirrje për të qenë protest para Ministrisë Punëve të Brendshme në ora 17:30. Dhe më pas do të bëhet edhe bllokat në parkun Gruaja Luftëtare në ora 18:00, siç është thënë për shkak të rënjes kolektive të sistemit dhe të qëndrimit injorant të autoriteteve, policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Ne këtu mbyllim emisionin Gjurmët. Sot trajtuam vrasjen e 2 fish në Veles. Ne do të ritakojmë sërish nesër nga ora 15 deri në ora 16. Bashkë, mirupafshim.